Nuk bëhet në këtë lloj forme se ke qef ti me shumë po çikosh ti. Po, jam i djathtë. Thuaj jam i djathtë, bëhesh i djathtë. Domethënë, mësinë kokë. Nuk të bën kjo, jo, mësinë isha e qartë që ishte social-demokrate. Po jo, te kanë botë të djathtë, më kam dëgjuar në televizor njerëz që marrin si analistë. Jo, ka një gjë, për shembull, ajo që kam vërtetuar, unë që kam parë pak, meqense jam marrë me të shkuara nga këta. Ato që kanë hyrë të majt kanë dalë edhe më të majt. Po. Nuk të bën burgu të djathtë. Absolutisht. Nuk të bën. As persekutimi nuk të bën. Nuk të bën të djathtë. Kjo nuk do të thotë që nëse je i majt nuk je i ndershëm. Do ndajmë dhe një jogimi, nuk është turp me qenë majt, nuk është krim me qenë majt. Ja, problemi është besosh që komunizmi dhe barazia, jo, flas për majtën social-demokrate europiane. Ajo është jashtëzakonshme shumë, por për shembull, në fundit vendet bën pa probleme, ato janë sot. E majta sot europiane nuk është marksiste. Jo, pra për këtë kisha fjalën. Në këtë lloj të kemi nevojë. Edhe Mësini Kokalari ose ato të majt ato social-demokratë që kishim në atë kohë me tat frash, social-demokrat kanë qenë. Nuk kishin marksizmin, nuk besojnë ato bile luftun kundër. Ilir, ata, domethënë ne kemi hallin që në Shqipëri një pjesë e madhe të majtëve adhurojnë Berhoxhën akoma, pra, edhe kur janë. Nuk besoj që është një pjesë e madhe. Jo, një pjesë. Nuk besoj se është. Në 2016, pavarësisht pikpyetjeve që kishte një pyetësor i OSB-ja Odirit, se sa është, domethënë, perceptimi publik për diktaturën, dori mbi 60%, pavarësisht unë kam shumë pikpyetje shumë të mëdha se si është ndërtuar ai sondazh. Po prapë, një shifër shumë e madhe, 60%, tregon që ne kemi dështuar për të treguar shoqërisë të keqen në atij sistemi. Kemi dështuar për të treguar thelbin e kriminalitetit. Kemi dështuar për të thënë atë që thoshte Milan Kundera me një fjali, që thotë kush mendon se në diktaturë i bën krimet kriminalet gabon thotë. I nisën idealistët, në emër të idealeve vrasin, fund fare thotë, e shikojnë që s'ka ideale, ka vetëm vrasës. Dhe ne duhet ta kishim kuptuar këtë gjë, dhe se kemi thënë këtë gjë, dhe nuk e kemi trajtuar këtë gjë.